Fuqia e pauzës, pse ndalimi është hapi i ardhshëm për rritjen tënde. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. Në një botë që vlerëson lëvizjen e pandërprerë, ku produktiviteti dhe veprimi duken si matësit e vetëm të suksesit, të ndalosh mund të ndihet si një akt rebelimi. Por, po sikur të ndaluarit të mos jetë dobësi, por forcë, po sikur momentet e qetësisë, kur zgjedh të marrësh frymë dhe të dëgjosh, të jenë pikërisht ato që të çojnë drejt ndryshimeve më të thella në jetën tënde. Le të reflektojmë bashkë mbi fuqinë e pauzës dhe pse ajo është thelbësore për rritjen tonë. Kur jeta të thotë ndal, a ke ndjerë ndonjëherë sikur jeta po të kërkon të ndalosh? Është ajo ndjesi kur gjithçka rreth teje lëviz me shpejtësi maramendëse, por diçka brenda teje të thotë të qëndrosh i palëvizur, të marrësh frymë ose thjesht të presësh. Mund të jetë zhgënjyese. Ti je gati të nisesh, plot dëshirë për të ecur përpara, por bota duket sikur të tërheq pas, duke të ftuar të ngadalësosh, ndoshta edhe të ndalosh fare. Kjo ndjesi nuk është rastësi. Është një ftesë nga universi për të hyrë në një hapësirë më të thellë, hapësirën e qetësisë, ku ndodhin ndryshimet e vërteta. Pse ndodh kjo? Sepse jeta, ashtu si çdo udhëtim, ka nevojë për momente pushimi. Imagjino sikur je duke vozitur në një rrugë të gjatë. Makina jote ka nevojë për karburant dhe ti nuk mund të vazhdosh pa u ndalur për të mbushur. Ajo ndalesë nuk e pengon udhëtimin tënd, përkundrazi e bën të mundur. Në të njëjtën mënyrë, momentet e pauzës në jetë janë koha kur i mbushesh me energji, qartësi dhe frymëzim për të vazhduar. Qetësia si burim fuqie. Në kulturën tonë të sotme, shpesh na thuhet se vlera jon matet nga ajo që bëjmë. Jemi të kushtëzuar të besojmë se nëse nuk jemi duke vepruar, nuk jemi të mjaftueshëm. Por çfarë ndodh kur ndalojmë? Zbulojmë një lloj tjetër fuqie, fuqinë e të qenit. Të lejosh veten të ekzistosh pa nevojën për të provuar vazhdimisht diçka, është një akt guximi dhe besimi. Nuk bëhet fjalë për të hequr dorë apo për të ndier veten të bllokuar, por për të besuar se rritja më autentike ndodh kur i jep hapësirë vetes për të marrë, jo vetëm për të dhënë. Kur ndalon, ti hap derën intuitës tënde. Mendimet bëhen më të qarta dhe ti fillon të dëgjosh atë zë të brendshëm që ka qenë i mbytur nga zhurma e përditshmërisë. Në këto momente qetësie, ti rilidhesh me veten dhe me rrjedhën e jetës. Është si të notosh me rrymën në vend që të luftosh kundër saj. Dhe mbi të gjitha, në heshtje, ti mëson të marrësh ide të reja, energji të freskëta dhe ndoshta edhe përgjigje për pyetjet që të kanë munduar. Pauza si hapësirë për krijim. Nëse ndalimi është kaq i fuqishëm, pse i rezistojmë? Sepse shpesh e ngatërrojmë pauzën me stagnimin. Por pauza nuk është mungesë veprimi, është një hapësirë ku gjërat marrin formë. Mendo për një melodi. Ajo nuk përbëhet vetëm nga notat, por edhe nga heshtjet mes tyre. Pa ato pauza, muzika do të ishte një kaos tinguish të pandar. Është heshtja ajo që i jep kuptim çdo note, që e lejon të tingëllojë dhe të prek zemrat tona. Natyra na ofron një shembull tjetër të mrekullueshëm. Dimri është pauza e tokës, një kohë kur gjithçka duket e fjetur, por nën sipërfaqe rigjenerimi po ndodh. Toka pushon, mbledh forca dhe përgatitet për lulëzimin e pranverës. Pa atë fazë qetësie, cikli i jetës do të ndërpritej. E njëjta gjë vlen edhe për ne. Momentet tona të pauzës janë koha kur ndryshimet e brendshme piqen, kur përgatitemi për hapat e ardhshëm, edhe nëse nuk i shohim ende qartë. Çfarë ndodh kur ndalon? Le të shohim disa nga mrekullitë që ndodhin kur i jep vetes leje të ndalosh. Rilidhja me veten, në qetësi, ti dëgjon nevojat dhe dëshirat e tua të vërteta, ato që shpesh mbyten nga zhurma e jashtme. Qartësi mendore, mendimet e tua qetësohen dhe ti fillon të shohësh zgjidhje për probleme që më parë duken të pasgjidhshme. Frymëzim i ri, pauzat krijojnë hapësirë për ide të freskëta dhe perspektiva të reja. Rigjenerim energjik, ashtu si trupi ka nevojë për gjumë, shpirti yt ka nevojë për pushim për të rifituar forcën. Marrja në vend të dhënies, ti hapesh për të pranuar, qoftë dashuri, mbështetje apo mundësi të reja. Nuk mund të jesh gjithmonë ti ai që jep. Çdo qëllim apo ëndër që ke kërkon që ti të marrësh energji, ide ose thjesht kohë për të reflektuar. Pauza është momenti kur e lejon veten të jesh një enjë që mbushet, jo vetëm një burim që derdhet. Si të përqafosh pauzën? Nëse ndihesh sikur je në një dhomë pritjeje të jetës tënde, mos nxito të dalësh. Ja disa mënyra për të përqafuar fuqinë e pauzës. Merr frymë thellë, edhe disa minuta meditim ose frymëmarrje e vetëdijshme mund të krijojnë hapësirë për qartësi. Shkruaj, vendos mendimet dhe ndjenjat e tua në letër për të kuptuar çfarë po të thotë intuita jote. Qëndro në natyrë, ecja në një park ose thjesht qëndrimi në heshtje pranë një peme mund të të ndihmojë të rilidhesh. Prano pritjen, beso se ky moment pauze është pjesë e udhëtimit tënd, jo një pengesë. Dëgjoj, pyet veten, çfarë po më ofron ky moment? Çfarë mund të marr nga kjo qetësi? Besimi në kohën e duhur. Në fund, të ndalosh do të thotë të besosh. Të besosh se hapi i ardhshëm do të shfaqet kur të jesh gati.
Të besosh se qetësia nuk është humbje kohe, por një përgatitje e domosdoshme për atë që vjen më pas. Ashtu si toka ka nevojë për dimër për të lulëzuar, ti ke nevojë për pauza për të rilindur. Nëse ndihesh i bllokuar ose në pritje, kujto, ti nuk je duke humbur kohë. Ti je duke u rigjeneruar, duke u rreshtuar me rrjedhën e jetës dhe duke u përgatitur për një kapitull të ri. Lejoj vetes të marrësh atë që ky moment po të ofron. Sepse ndonjëherë të ndalosh është e vetmja mënyrë për të ecur vërtet përpara.